flasim sot për periullën e kreshmeve dhe si ta kuptojmë më mirë kreshmet e si ti përjetojmë më mirë kreshmet do ta tregoj Padër Rok Shporaj. Mirëmëngjes e mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që të kam në studio edhe tematika që do diskutojmë sot është edhe e bukur, interesante dhe mendoj e vlefshme edhe për të gjithë shikuesit e televizionit TV1 Channel. Ajo që unë dua ta nis është çfarë përfaqëson periulla e kreshmeve që nis sot. Po, të përkishen për vitin liturgjik, është ndan në disa kohë të veçanta, edhe një ndër kohët më të veçanta për ne është koha e kreshmes. Është një kohë e cila vazhdon me të mërkurën e përhimit, pra duke filluar sot deri në periudhën e Pashkëve. Është një kohë përgatitjeje shpirtërore, por mbi të gjitha kohë pendese, kohë kthimi, siç e quajmë ne, drejt Zotit, por edhe drejt vetvetes, për të rizbuluar edhe një herë atë bukurinë që Zoti e ka mbjellë në ne. Shpesh herë e përditshme ajo në jeta jonë është e përballme nga disa situata që ndoshta na largojnë pak nga prania e Zotit, që na largojnë pak nga e mbinatyrshme, mund të themi. Por pikërisht kisha vendos këto kohë, që quhen kohë të shenjta, për të u vënë në lëvizje për një ripërtërirje shpirtërore. Kreshme do të thotë 40 ditë, janë 40 ditë përgatitje, duke filluar nga dita sotme deri në të ejten e madhe që fillon edhe traditshi Pashkët. Andaj aty është kjo periudhë, kjo kohë kthimi, pendese, lutje, agjërimi dhe lëmoshe, janë të qenë kryesore. E nisim me pendesën. Pse është kaq e rëndësishme pendesa në këtë periudhë? Është e rëndësishme pendesa është e rëndësishme në çdo periudhë, në çdo po. periudhë, por pikërisht në këtë periudhë sugjerohet nga kisha që për ta përjetuar mirë një kremtim madhështor siç është Pashka e Zotit, pra vdekja dhe ngjallja e Jezu Krishtit, është e nevojshme ky lehtësim, pastrim i shpirtit prej të gjitha mëkateve. Domethënë, Jezu Krishti na kujton që unë kam vdekur për ty, kam vdekur për mëkatet e tua, kam vdekur që ti të jetosh. Dhe kjo vdekje ringjallje bëhet motivi i kësaj pendese në jetën konkrete tonë. Pra, ne nuk pajtohemi vetëm me Zotin, nuk është vetëm kjo ftesa, por pajtohemi me Zotin, por mbi të gjitha me vllain ose me motrën tonë ose me njerëzit që ndoshta nuk janë në paqe. Edhe kjo është besoj pajtimi më i vështirë në jetën e përditshme. Pajtohen me ato që ndoshta dikush që na ka bërë keq ose pajtohen me dikën që i kemi bërë keq, të kërkojmë falje është hyjnore, nganjëherë nuk është e lehtë, nuk është diçka njerëzore që vjen në mënyrë të lirshme të kërkojmë falje. Kërkon shumë mund edhe punë. Si ta përgatisim veten në mënyrë konkrete, mendjen edhe zemrën, në fakt për të jetuar ashtu siç duhet këtë periudhën e kreshmeve? Në fakt, Jezu Krishti në Ungjell, sot do të lexojmë edhe në pjesën e Ungjillit, që jep disa praktika. Por kur ne marrim hirin, sot është mërkurja e përhimit që ne gjithë të krishterët shënohen në ballë me shenjën e hirit, që është shenjë pluhuri, që na kujton pak origjinën tonë, që jemi bërë nga balta, nga pluhuri, por Jezu Krishti na fton që të bëjmë 3 praktikat, që më përpara nënvizova, që është lutja mbi gjitha, lëmosha edhe agjërimi. Janë të 3 praktika që nuk janë zakone që ne i përsërisim, por që ndihmojnë njeriu të hyjë në vetvete, të pajtohet me vetveten, edhe mbi gjitha të nxjerrë në pah vlerat si njeri, mbi gjitha vlerat si i krishter, edhe si i bir ose i bi e Zotit. Prandaj agjërimi nuk ka të bëjë vetëm thjesht me mos hangurit, por Jezu Krishti thotë qartë, ktheje zemrën tënde tek Zoti, kthehu dhe beso Ungjillit, kthehu dhe beso dhe thotë që kthimi i parë i njeriu është të besosh. Pastaj janë të gjitha gjërat tjera mbrapa. Pra, duhet, si ta kuptojmë mirë këtë agjërimin, që të mos bëjmë këtë gabimin që thjesht ne heqim dorë nga disa ushqime, realisht jo për interesa aq shpirtërore, sa mendojmë, justifikojmë veten tonë me disa interesa pak më shumë fizike. Si ta bëjmë këtë dallimin, edhe këtë? Po, në fakt, këtu është ngërë që se shpesh herë nën kuptohet që të mos hash automatikisht ti je pranuar nga Zoti.
Këto janë edhe disa praktike që farisejt e skribit edhe në kohën e Krishtit i banin, pra para Zotit, mjafton që të respektosh rregullin, të mos hash këtë, të mos pish atë dhe je i lam me Zotin, por kjo nuk mjafton. Nëse zemra jote nuk kthehet, nëse zemra jote nuk ripërtërihet, sepse gjithë kemi nevojë që zemra jote të ripërtërihet në paqe, në dashuri, në mirësi, ashtu sikurse edhe Papa Leoni në mesazhin e tij të kreshmeve fton të gjithë besimtarët e botës të kultivojnë thotë mirësinë, kultivimi i mirësisë, të jemi qytetarë të dashurisë. Kjo është qëllimi i kresmes. Sa fjalë bukura. Të agjërosh, një shprehje thotë të agjërosh nga fjalët e të thonuna tepër. Edhe kjo është një agjërim. Po. Kjo do të ishte më mirë në fakt. Të agjërosh nga kritikat, të agjërosh nga paragjykimet. Këto janë agjërime që ndoshta janë më të vlefshme se sa ato të ngrënërit. Edhe ngrënët e ushqimit ka një domethënie, nuk është e kodë. Çfarë domethënie ka edhe si agjërohet në fakt? Domethënia kryesore është që unë vendosi, unë jam i Zotit vetes, më nuk lejoj që gjërat materiale të më sundojnë, pra të jenë, mund të themi, të Zoti im mes thonjësave. Agjërimi na kujton një kohën e Jezu Krishtit, i cili vetë personalisht ai përjeton 40 ditë në shkëtetir për të përgatitur ai për në misionin e tij. Ushqimet që zakonisht nuk hahen ose mund të themi në disa ditë të veçanta, si është sot e mërkurja për himbe dhe e premtja e madhe, janë 2 ditë që sugjerohet gjitha për tritunit, jo për fëmijët ose për plesht ose për kush është i smur, sepse janë gjëra që kisha e lejon që të ushqehin, që është mirë. Është një agjërim total, pra të bëjmë një ditë për shpirtërie, një ditë me të vërtetë kthimi që të themi vetes se unë mundem të realizoj gjithçka në jetë me ndihmën e Zotit ose edhe duke bërë këto praktikat. Pastaj janë gjithë ato premte, ditët e premte që nuk sugjerojmë që të hahet mishi, por kjo është një praktikë që shumë persona e mbajnë gjatë gjithë vitit, sepse një shenjë Shën Benedikti thotë, Shën Benedikti nga Norça thotë, do të ishte mirë që gjithë jeta të ishte një kreshme, një kohë pendesi, një kohë kthimi, një kohë lutjeje, pavarësisht se është pak e vështirë me ne. Shën Francesco, ai në jetën e tij bante 5 kreshme në vit, nga 40 ditë 5 herë në vit, aq fort e kishte për zemër këtë periudhë dhe këtë kohë kthimit. Pse 40 ditë? Dhe pse ky numër? Numri 40 është një numër simbolik në Bibël, na kujton shumë gjëra. E para gjë që na kujton është shpëtimi i popullit ose lirimi i popullit të Izraelit nga faraoni, nga mbreti i Egjiptit. Pra, Mojsiu duke marrë atë misionin nga Zoti ka këtë që të shpëtoi popullin e Izraelit duke marrë nga toka e huaj për ta sjellë në tokën e premtuar, siç ishte toka e Izraelit. Dhe kjo është periudha e 40 viteve, numri 40. Pra Zoti nxjerr popullin nga skllavëria që ishte në pushtimin e faraonit. Jezu Krishti na nxjerr nga skllavëria e mëkatit, nga skllavëria e vdekjes për të na sjellë në jetë, për të na sjellë në shpëtim. Siç e përmendëm përpara, edhe Jezusi ka këto 40 ditë të shkëtetire që i përgatitet edhe ai shpirtërisht në bashkim me Atin për të shpallur misionin. Pastaj edhe kjo është një praktikë e veçantë sepse në kohët e lashta ishte koha kreshmes, ishte për personat katekumenal, domethënë personat që të rritën që do të pakzoheshin në natën e Pashkëve. Domethënë vazhdonin këtë udhtim ose rrugtim drejt Pashkës me disa etapa që ishin duke filluar nga mërkurja për hime deri në momentin e Pashkës. Pra si Pashka për ne është një moment i ri, një jetë e re në Krishtin. Përmende lutjen. Si mund të lutemi? Edhe si ta përjetojmë këtë kreshme me më shumë lutje, nga sa që mund kemi bërë më përpara gjatë vitit? Një karakteristikë e lutjes është që dhe sot në Ungjilli Jezusi thotë kur të lutesh, mos bëni si farisejnë që ju pëlqen të luten nëpër pjazë që njerëzit i shohin. Me teatralitet. Por thotë mbyll në dhomën tënde, mbyll derën dhe lutju Zotit tënd që
të sheh në fshëtësi. Dhe me thonë, Jezu Krishti të naftu që të lutena me gjithë zemër e para, sepse nuk mjafton të themi fjalë, nuk mjafton të shkojmë në kishë, nuk mjafton të themi rozarin, por është lutje që buron nga zemra. Një dhe praktikat që, më themi, ose lutjet që ne si kishë në periudhën e kreshmeve praktikojmë është çdo të premte ulla e kryqit, që është një lutje me vërtet e bukur, që ne përkujtojmë të gjitha mundimet, fillimet e mundimit të Jezu Krishtit deri tek vdekja dhe ngjallja e tij. Ne ftojmë njerëzit për sakramentin e rrëfimit, ftojmë njerëzit që të vinë në meshën e shenjtë, në këto ftesa që ne i bëjmë në mënyrë më nxitëse për njerëzit, për besimtarët. Përmendë edhe lëmoshën, apo ndryshe edhe bamirësinë. Si lidhet kjo me periudhën e kreshmeve? Bamirësia, lutja dhe agjerimi janë tri gjëra që lidhen ngushtë njëra me tjetrën. Lëmosha ose më themi bamirësia është një ndër këto që e ndihmon njeriu që të dalë pak nga ato siguritë e veta, sepse shpeshherë kemi atë dëmet të marrim, të kena për vete. Duke dhuru tjerëve, duke dhuru edhe një 100 lekë, por megjithatë duke dhuru paqe, duke dhuru kohën, duke dhuru buzëqeshin tjerëve, kjo është edhe një mënyrë për të bërë lëmosh, për të bërë këtë dëshmi që me vërtet tjetër ka nevojë për ne. Edhe nga ana tjetër që gjithçka kemi është dhuratë prej Zotit për ne. Edhe pasuria, edhe atë çfarë kemi, atë pak çfarë kemi, është dhuratë për tjetrin. Është ajo ideja që thotë ndaje kafshatën me tjetrin, edhe kjo është një ftesë që Zoti na bën, të bashkëndajmë të mirat tona, janë të mira që bashkëndahen me njerëzit që janë në nevojë, se kanë nevojë për mua, se kanë nevojë edhe për ty. Kjo është një praktikë që e nënvizojmë shumë sepse jemi në një situatë që gjithë kanë nevojë, që gjithë kanë. A është vështirë kjo për të realizuar si shehti besimtarët? A kanë vështirë për të bërë këtë, për të dhuruar? Se në këtë periudhë të vështirë që ne jetojmë, në fakt, me të drejtë thua që njerëzit kanë atë tendencën për të marrë, për të krijuar një lloj sigurie për jetesën e tyre. Tani për të dhënë nga kjo që kanë marrë dhe kanë fituar me mund. Është pak e vështirë? Është pak e vështirë, sepse duke pa dhe historinë tonë, duke pa që nuk kemi gjëra që nuk kemi pasur, diçka që kur e ke dhe duhet ta mbrosh, por nga ana tjetër kemi një bujari të jashtëzakonshme të njerëzve. Sepse kur njerëzit dinë se ku shkon, do të thënë dhurata, atëherë njerëzit janë edhe ma bujar me të varfrit, me projektet ose me aktivitetet që ne ndërmarrën. Mjafton që të shihet e mira dhe me vërtet njerëzit janë të gatshëm për të bërë gjithçka. Është një imazh shumë i bukur në Ungjil, përsëri kthehemi tek Ungjilli sepse është për ne kryesore. Kur një moment Jezusi është në tempull dhe po sheh një vejush e varfër e cila prej xhepit dhuron në kutinë e tempullit që ishte dhuratat lëmosha 2 lekë, më themi, asgjë që nuk kishin një vlerë, edhe ishin gjithçka që ajo kishte. Edhe Jezu Krishti thotë, ajo gru, ajo vejush ka dhënë gjithçka, ka dhënë më shumë se të tjerë. Pra nuk mjafton shpeshherë sa jep, por si e jep. Kjo është e veçanta dhe e bukur në fakt e kësaj. Padrok, si ta kuptojmë që po jetojmë si duhet këto kreshme? Kjo është një përgjigje që gjithë secili duhet t'i jap vetvetes në periudhën e kreshmeve. Por besoj që një përjetim i mirë i kreshmes është duke jetu këto 3 momente, pra që është lutja personale, pra duke komuniku me Zotin, lëmosha edhe agjerimi janë 3 praktika që na ndihmojnë se si ne po përjetojmë. Kisha ka një orat që çdo para se të flesh, ka këtë orat që të bash një shikim të ditës tane, si e ke përjetuar të ditën e sotme, më thënë, momentet e bukura dhe momentet e pabukura, se themi. Dhe kjo është një mënyrë për me ndihmu njeriu për me kuptu se si e ka jetu ai ditën e vet. A ka kënë afër Zotit, ai ka mbajtur premtimet që ai ka dhënë për atë ditë, ai ka rrit qëllimit që ai ka pas për atë ditë, është lutur, a ka bërë një lëmosh, a ka ndihmu dikën,
Është diçka që personalisht duhet të japi vetvete sepse Zëgrisht e thonë diçka të bënë fshëtësi, sepse ajo që ka ti përjeton me Zotin nuk mund ta japun përgjigjen, por do të kishte mirë të pyesin të gjithë besimtarët se si po përjetojnë. Në fund, të enjtën e madhe, do i pyesin nëse ka njëtuar mirë këtë periudhën e kreshmeve. Uroj me gjithë zemër që secili nga ju ta përjetoj mirë dhe ashtu siç duhet këtë denjësisht pra periudhën e kreshmeve. Padre Rok, falenderoj zakonisht shumë për të gjithë informacionet që përcodhe dhe për këtë çështje kaq të bukur ndaj kësaj feste. Faleminderit juve, punë të marrë dhe juve. Faleminderit. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjellë një intervistë të tillë. Urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.